Mirëdita të gjithëve. Unë jam Dardan Abazi nga Instituti për Politika Zhvillimore dhe ju uroj mirëseardhje në podcastet e INDEP. Ndonë se podcastet për INDEP-in nuk janë një gjë e re, pasi që në vitin 2017 kemi pas filluar të kemi këto si instrumente të avokimit, kjo seri e re e vitit 2026 synon që të jetë më e fokusuar, të jetë në temat të cilat INDEP tashmë i ka të etabluara si pjesë të misionit të saj. Ndërto janë energjia, zhvillimi i qëndrueshëm, ndryshimet klimatike, qëndrueshmëria, qytetarët në procesin e tranzicionit të energjisë dhe tema të tjera që ndërlidhen drejt për drejt me tranzicionin në për të cilin Kosova po kalon, e të cilin deri në vitin 2050 duhet ta trasojë suksesshëm në mënyrë që edhe të rrisë mirëqenien e qytetarëve, por edhe të jetë gati për integrim të plot në Bashkimin Evropian. Në këto serit e para, të cilat i kemi si pjesë të projektit Prosper Plus, qeverisja e varfërisë energjetike në Kosovë, ne fokusohemi pikërisht në këtë dimensionin social të tranzicionit të energjisë, si të sigurohemi që varfëria energjetike është në qendër të tranzicionit të energjisë dhe që ky tranzicion të jetë sa më i drejtë dhe sa më gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Sot kam kënaqësinë e jashtëzakonshme që pjesë të këtij podcasti të kem Arven Sylen, që është një studiues në Universitetin e Gjenevës, pra doktorant në këtë fushë, dhe një nga zërat mjaft të vlefshëm shqiptar në sektorin e energjisë në vend. Ky podcast dhe ky epizod, pra siç e thash, organizohet në kuadër të projektit Prosper Plus, projekti i cili mbështetet nga Fondacioni Gjerman HBS, të cilit i jemi falendërues. Falendërues jam edhe mysafiri të sotëm, pra Arvenit, mirë se vjen Arven në këtë podcast të parë, në këtë seri të parë, i cili gjithsesi që është një ngjarje edhe për INDEP-in. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej Dardan, faleminderit që së pari për ftesën dhe shpresoj që kena me pas një bashkëpunim, një bashkëbisedim shumë të mirë. Duke qenë doktorant në Universitetin e Gjenevës, unë jam i vetëdijshëm që kontributin tënd më të madh dhe aty ku je më rehat, le të themi, është përmes letrave të shkruara, përmes punimeve, modelimeve të ndryshme shkencore të cilat i bëni. A mund të na japni një pasqyrë të parë se kush është Arven Syla në fakt, për ata që nuk e kanë ende të qartë? Jam doktorant në Universitetin e Gjenevës, pranë grupit të energjisë eficiente, ku jam duke bërë edhe doktoraturën, po jam gjithashtu i angazhuar edhe në si hulumtues dhe asistent në Universitetin e Gjenevës. Pra bëjmë modelimin e sistemeve elektroenergjetike për Zvicrën, pra drejt dekarbonizimit. Specifikisht mirë me modelimin e fleksibilitetit dhe impaktit të fleksibilitetit për elektrifikimit, si të elektrifikimit të transportit, ngrojës, ftojës dhe thermal energy storage në sistemin elektroenergjetik të Zvicrës. Kam përfunduar edhe studimet master në Francë, në Universitetin e Grenoblës, për rrjetet elektrik të mençura dhe ndërtesa, ndërsa fakultetin bachelor kam përfunduar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Arven, mjaft impresive, po pse janë këto tema të rëndësishme për varfërinë energjetike? Dhe ndoshta do të ishte mirë ta kemi një hyrje rreth temës varfërisë energjetike nga ana juaj, si e shihni atë në procesin e tranzicionit të energjisë dhe a është varfëria vetëm pamundësia për me i pagu faturat e energjisë apo ka një dimension më të gjerë se sa ajo në fakt? Pra, po e dim që sistemi energjetik, sektori i energjisë është të shku drejt tranzicionit energjetik, pra drejt një rrugë ku jemi të shku drejt dekarbonizimit. Edhe s'kemi qarë në farë formë, edhe ne kemi marrë këtë obligim apo jo? Pikërisht. Edhe një tranzicion i duhur, i drejt energjetik, është ai tranzicion që i vendos qytetarët në mes të saj. Pra, modelimi, dizajnimi, planifikimi i sektorit të energjisë, i drejt tranzicionit të energjetik të dekarbonizimit, është ai që i vendos qytetarët në mes të saj. Dhe sigurisht një pjesë të qytetarëve që bëjnë pjesë në cënueshmërinë e tyre, pra është fokusi kryesor. Pra nuk mund të kemi një tranzicion energjetik ku qytetarët lihen mbrapa. Pra duhet i vendosim në qendër të tyre. Dhe pikërisht kjo është ajo që e bën të veçantë dhe të rëndësishme varfërinë energjetike. Varfëria energjetike sot ka definimi bazuar edhe në
legjislacionit e Bashkimit Evropian, dispozitave të Bashkimit Evropian, pra ka ende paqartësi se si definohet varfëria energjetike. Pra një ndër definicionet e varfërisë energjetike është kur shpenzimet mujore të energjisë i tejkalojnë 10% të hyrave për familje. Pra njëra ndër definicionet është kjo. Definicion tjetër është ku ka ende paqartësi është se çka duhet të konsiderohet brenda këtij kur llogaritet varfëria energjike, çka të konsiderohet. A të konsiderohet vetëm energjia për shembull për elektricitet elektrike, apo ngroja ftohja, apo transporti etj. etj. Megjithatë, trajtimi i kësaj teme përbën një rëndësi tepër të veçantë për lehtësimin e qytetarëve në përballimin e fakturave në fund të muajit. E sidomos tani këto 5-6 vitet e fundit, duke filluar nga krizat energjetike që e patëm ndërmjet luftës pushtimit rreth të Ukrainës, pra ku patëm paqartësi të furnizimit me gaz në Evropë, e tani që po e shohim edhe luftën në Iran që po shkakton furnizim jo stabil të naftës, por po e shohim që varfëria energjetike është du evolu. Pra prej një spektri ku veç i këshyrëm vetëm e shikojmë të hyrat edhe fakturën, sa po është varfëria energjetike, apo e tejkalon për shembull këtë 10%, tani kemi fillu edhe është të evolu drejt edhe dy aspekteve tjera. Pra varfëria energjetike të zgjeru. Pra më herët kena pas veç kemi supozu që çmimet e energjisë janë të lira, pra apo varet nga të hyrat e familjeve. Tash po konsiderohet edhe çka nëse kemi energji të shtrejtë. Tash po afekton edhe bizneset, edhe qytetarët, pavarësisht sa të hyra kanë. Dhe një aspekt i tretë është edhe konsumi i energjisë. Ku këtu hyn pjesë edhe eficienca e energjisë. Pra për shembull një familje që shpenzon shumë energji në përgjithësi, pra ajo është më e cenueshme drejt varfërisë energjetike. Dhe një familje që është në varfëri të përgjithshme, është e predispozuar që edhe shtëpinë me pas më pak të izoluar. Pikërisht. Që rrjedhimisht krijon më shumë konsum për atë familje. Pra, varfëria energjetike nuk është thjesht faktura, është edhe elemente tjera. Pikërisht. Edhe kjo po theksohet edhe më shumë në këto vitet e fundit. Pra me zhvillimit që u bë sektori i energjisë, kriza energjetike, po në anën tjetër edhe zhvillimit e teknologjive. Pompa termike, veturat elektrike, decentralizimi i prodhimit, panelet solare, bateritë etj. etj. Pra, a ka një aspekt edhe vetë natyra e tranzicionit, që qytetarëve më nuk ju kërkohet të jenë vetëm konsumator, po të jenë edhe prodhues të energjisë përmes paneleve solare, përmes aftësive të tyre për të organizuar në tregje më të vogla, për të organizuar në bashkësi energjetike, aftësitë negociuese, aftësitë tregtare të tyre. Gjitha këto nuk i gjenë njëjtë të gjithë qytetarët, apo jo? Pikërisht, pra edhe qytetarët cenohen varësisht konfigurimeve që ata gjenden. Për shembull, e përmendën shumë mirë komunitetet e energjisë, pra edhe qytetarët mund të përfitojnë nga benefitet që sjell komuniteti i energjisë. Kjo ndodh për shembull nëse një ndërtesë e madhe instalon panele solare, pra mund ta bëjë këmbimin e energjive mes shtëpive të ndryshme, po edhe ta ndihmoj familjet që janë të cenueshme nga varfëria energjetike. Po sigurisht edhe shumë aspekte tjera, tu i përfshija teknologjitë e reja, pra edhe bateritë, edhe veturat elektrike etj. etj. Po, jeni ndoshta i vetëdijshëm për këtë procesin e liberalizimit të tregut që është duke ndodhur në Kosovë. Edhe çka ka ndodhur, ka pas një rezistencë shumë të madhe për këtë pjesën e bizneseve që kaluan në tregun e hapur në vitin e kaluar, që natyrisht procesi ishte si ishte vonuar edhe manuali për liberalizim, ishte jashta kornizës së parapar nga ana e ZRE-s, ishte pjesë që i paraprinte edhe shtrenjtimit të energjisë në atë kohë përmes rishikimit të tarifave. Mirë, po tani po shohim një havë të zhvillimit të paneleve solare, kapacitete me vetë konsum, do të thotë vetëm vitin e kaluar u raportua tash në raportin vjetor të ZRE-s që afro 300 projekte janë miratuar me vetë konsum nga ana e ZRE-s. Pra ka pas liberalizimi një efekt
që pjesës së konsumatorëve që janë prek nga ky proces ti incentivoj, ti nxis që të shkojnë drejt investimeve në panele solare dhe në kapacitete me vetë konsum. Mirë po e shohim që kjo prapë ndodh tek disa konsumatorë që megjithatë i kanë kushtet për me bo investime, ndoshta biznese më të mëdha, lagje të shtrenjta etj. A mendoni që rrezikon në një mënyrë ky proces që prapë ti lejonash familjet që kanë më pak mundësi që të investojnë në këto kapacitete me vetë konsum? Edhe që shisheli këto kapacitete në përgjithësi, në rolin e tyre, dimenzionin e tyre sociale, a duhet mju vesh një lloj përgjithësie sociale dhe këtyre projekteve me burime 3x3 apo jo? Po sigurisht vetë fakti që e përmende, e kemi hapur një rrugë ku transicioni i energjisë mu po edhe nga spektri i varfërisë energjetike. Pra varfëria energjetike mos më konsideru veç pasive, ku vetëm i subvencionojmë fakturat e familjeve të cënushme, po ideja qysh mi bo proaktive. Pra, pikërisht atë që e përmende, qysh me arrit, jo më konë më fikse edhe me familjet e cënushme më konë të garantuar që ato kanë me pranu të në kohën ndihma, po ideja pikërisht qysh mi bo qëto aktive, qysh mi repliku qëtë lloj të masave me aplikuar për familjet të cënushme. Edhe pikërisht, pra, varfëria energjetike nuk duhet të jetë më dojmës vetëm në aspekt financiar, po duhet të jetë edhe kjo qasja proaktive ku mund të bëjmë instalimin e paneleve solare. Dhe kjo të përkthejet e zvogëlon për cënushmërinë e varfërisë energjetike, parasysh i ul fakturat e kostën e fakturave, i ul fakturat e energjisë elektrike, edhe konsumatorët e cënushëm bëhen më stabil edhe më të sigurt në drejt të sigurisë me furnizim të energjisë elektrike. Po pikërisht po e shohim që po kemi një ka potencial që të kemi një dizajnim mënyra se si e shohim varfërinë energjetike, pra të jetë më dinamike, dhe mos jetë statike, pra ku zakonisht si politike parë është veç mi subvencionu fakturat e kësaj kategorive. Pra cilat mendoni që kishin me qenë ato zgjidhjet ose alternativa për këto politikarven? Në mënyrë që me i përfshi bashkë këto familjet që janë në varfëri energjetike, qysh është një farë lloj rrugë që duhet me ndjek qeveria në këtë rast ose institucionet në përgjithësi? Po pika e parë është pikërisht pra adresimi edhe vetëdijsimi për këtë temë. Pra që të e bëjë një punë shkëlqyeshme nëpërmjet vetëdijsimit, fillimisht në ligj sepse nuk e kemi ende. Pikërisht. Po para së gjithas duhet edhe të ketë parasysh që edhe definimi i varfërisë energjetike është të evolu jashtëzakonisht. Pra na e pam që edhe bizneset që janë jashtëzakonisht të fuqishme, qoftë në Gjermani, qoftë në Francë apo shtete tjera, janë ballafaquar me kosto tepër të larta të energjisë elektrike që i ka cënu, pra varfëria energjetike nuk duhet më u po veç aspekt social, që është pjesa kryesore sigurisht, po duhet të shihet nga një perspektivë sigurie energjetike apo reziliencë të sektorit të energjisë, po edhe të shoqërisë sonë. Kisha dashur me fol pak për eficiencën e energjisë, edhe qysh e afekton varfërinë energjetike dhe ndoshta cilat janë ato masa që po të ishit ju në vend të politikanëve tonë, i kishit ndërmarrë në mënyrë që investimet në eficiencë me targetu edhe çet aspektin social ose pjesën e varfërisë energjetike që një pjesë të shoqërisë e kemi. Po, se të meta bësh në pyetjen e në vjen, pra pika e parë ke fakti që mu definu varfëria energjetike. Pika e dytë është targetimi i familjeve të cënushme. Pra, jo dy familje janë të njëjta të cënushme. Për shembull, ndoshta një familje A mund me pas tyra pak më të larta, po konsumi më kon shumë më i lartë. Dhe ndërsa familja tjetër mund me pas një izolim më të mirë, po ka tyra më të vogla, po konsumi i energjisë është më i vogël. Pra ideja është edhe të kemi një jo vetëm pika e parë definimi i varfërisë energjetike, pika e dytë është edhe mënyra që e bëjmë definimin e këtyre familjeve apo shtëpive rreth varfërisë energjetike. Pra të vendos të jenë edhe subvencionet apo ndihmat kur ndodhin të jenë të targetuara. Pra jo vetëm me u kon një standard,
po të jem pak të dizajnume dhe fleksibile të atill që masa edhe ndihma të jetë më efektive. Po. Ndërka sa i përket eficiencës së energjisë, pra plot familje, jo vetëm ato që janë të cënueshme, por edhe në përgjithësi nuk janë të vetëdijshme për faktin edhe për impaktin që ka eficiencë e energjisë në konsumin e tyre. Pra, për shembull, mund të kenë mungesë të informatave, të llojeve të masave që mund të implementojmë. Mund të ketë mungesë të informacionit të mënyrës së financimit, konsideruar që financimi është një tjetër barierë që bariera kryesore faktikisht për arsye se vjen një investim kapital i lartë në fillim, mirë po gjatë gjatësisë së projektit, pra zvoglohen në kosto në mënyrë signifikante, edhe në fund përfiton në qytetari. Ndërka sa i përket mënyra si ti targetojmë familjet e cënueshme drejt eficiencës së energjisë, njëra nga masat e cila aplikohet edhe në Francë është one-stop shop për eficiencë e energjisë. Pra, familjet ose qytetarët mund t'ju drejtohen kësaj zyre, edhe ata bëjnë auditim të shtëpive edhe ofrojnë asistencë falas për këto familje. Krejti ka me një vend, si one-stop shop. Pikërisht, pra ngjashëm që i kemi për burime të ripërtërshme, pra mund të kemi edhe për one-stop shop, edhe për eficiencë të energjisë, me fokus ku njëra ndër qendrat kryesore mund të jetë edhe për familje të cënueshme apo që cënohen në varfërinë energjetike. E kemi pas ngjashëm këtë one-stop shopin për eficiencën e energjisë, si pjesë e një projekti tjetër që kemi pas me këtë skemën e EUK-it, ku modeli i Hungarisë ishte mjaft interesant që one-stop shopi zhvillohej ashtu që ishte një zyre një hub, do të thotë një qendër e vetme ku mund të merreshin edhe informata, po edhe të rregulloheshin dokumente, se këtu te ne one-stop shopet zakonisht i nënkuptojmë si një lloj website ku i merr informatat në një vend, por nuk mundesh me i pru krejt institucionet aty edhe me i kry investimet me një vend. Pra, duhet të kalojmë ndoshta prej këtij modelit që one-stop shopi si pikë referuese për marrjet e informatave, me qenë pikë referuese ku shkon edhe realisht kryen punë, do të thotë i merr edhe informatat, po edhe i realizon gjitha licencat, gjitha i keni pikë kontakti edhe me bizneset që mund t'i kryjnë këto esko kompanitë cilat kryjnë investime në eficiencë, mandej kalkulim të kthimit të kostove etj, gjitha të kryen pra në një vend. Dhe ju mendoni që kjo do të jetë një mënyrë që të tërhiqen këto lloj familjesh që munden mos me qenë në gjendje me i njek 10 zyra, po munden me qenë ma në gjendje me shku tek një zyra, apo jo? Po, pikërisht, për arsye se edhe siç e bisedum, këto lloj familje mund të jenë edhe më të cënueshme drejt të jenë të vetëdijshëm për, domethënë, çështja e informatave është më e pakët, ose të jenë më pak të vetëdijshëm rreth këtyre skemave. Andaj një zyre e tillë kishte më ndihmu jo vetëm këto familje, po edhe një spektër më gjon të familjeve me i targetu në drejt implementimit të masave të eficiencës energjisë. Pra, ka raste të shembull, ti e përmend rastin e Hungarisë, që ka qenë efektiv, e kemi një rast programin ngjashëm kemi edhe në Lituani, ku është ngjashëm pra me one stop shop siç e ceke, e çka bojnë në Lituani është që e bojnë është përveç është one stop shop, ajo ka edhe bashkëpunime ndryshme me ESCO të ndryshëm. Edhe domethënë e mundsojnë edhe gjejnë rrugë zgjidhje të ndryshme qysh me mundsu financimin e projekteve domethënë të eficiencës energjisë, qoftë renovimi i shtëpive apo etj. Edhe për arsye se kemi tash edhe këto ndoshta ti më i vetëdijshëm edhe më mirë, po sa i kompo ka edhe plot banka edhe në nivel të Kosovës që ofrojnë kredi gjelbërt apo ndihma rreth mbështetje rreth implementimit të këtyre masave të eficiencës energjisë. Andaj edhe vetëdijsimi është një rol kyç. Ende nuk janë shumë atraktive këto masa. E kishim diskutime në disa prej paneleve tona edhe me këtë fondin e garantimit kredive, edhe me disa banka komerciale, dhe kam përshtypjen që nuk e shohin shumë atraktive për klientët, sepse mungon vetëdia realisht, edhe rreth këtyre skemave, por edhe rreth përfitimeve që janë prej
investimeve në eficiencë. Pra atëherë këto është një potencial që muj me shfrytëzu rreth vetësimit edhe pikërisht mund me hy për shembull edhe Fondi Kosovës për eficiencë energjisë, këtë mes apo komunat që kanë zyre për eficiencë energjisë, apo edhe qoftë edhe ministritë në nivel qendror e të tjerë. Kanë këto zyrtarët në për komuna që realisht e kisha dhe një prej pyetjeve të ardhshme se ç'është shihni rolin e komunave, a duhet me pas ndonjë rol komunat në krejt këtë çështje? Po sigurisht, tash nëpërmjet këtyre zyrave, ato mund të arritin vedijen drejt implementimit të këtyre masave, edhe sigurisht me ul edhe varfrinë me ul varfrinë energjetike, po tu siguru që jem të shku drejt objektiva që i kemi drejt dekarbonizimit edhe zhvillimit të sektorit. Po edhe sigurisht që komunat mujnë me lujtë rol në rritin pikërisht që i të e përmen rritin e vedisimit social të shqison, po edhe mirë po pa ndërlidhje në mes nivelit lokal dhe qendror apo edhe programeve të palëve të treta, qoftë palët nga sektori financiar apo nga politik, nuk mund të jenë efektive. Që realisht është një prej sfidave kryesore në Kosovë, që nuk kemi shumë komunikim të duhur mes qeverisë dhe komunave në këtë rast. Sepse komunat, ne kemi argumentu si inde për një kohë gjatë që komunat i kanë megjithatë disa dhona, i kanë një bazë i kanë edhe ato këshillet lokale, të cilat janë të organizuar në kuadër të një udhëzimi të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Këto këshilla lokale veprojnë në komunikim të vazhdueshëm me komunat. Ata kanë edhe një listë të familjeve që janë më të varfra, se që janë në kufitës e nënshmërisë më të madhe. Niveli qendror nuk ka arrit megjithatë me ndërtu këto mekanizma ku i kontrollon ose i ka le të themi informatat rreth ku i kemi rrjedhën më të madhe të energjisë, ku e kemi konsumin më të madh, ku kemi investime në eficiencë, cila është ajo databaza e ndërtesave ku tregohet performanca energjetike, ku hyn krejt dhonat e auditimit të ndërtesave. Këto nuk i ka zbatuar niveli qendror, realisht që 10 vite që ekziston ligji për performancën energjetike ndërtesa, ndërkohë që komunat megjithatë kanë një lloj komunikimi me këto komunitete dhe e dinë pak a shumë ku janë zonat me varfëri më të theksuar ose zonat ku kanë më tepër sfida sociale ose ku kanë çësje më të vështirë në ato zona gjeografike etj. Po siç ndodh një lloj shkarje aty në mes edhe nuk ka komunikim duhur mes komunave në këtë rast dhe nivelit qendror. Është atje një zyrtari i energjisë nëpër komuna që i ka edhe një 10 punë tjera që realisht nuk është që ka shumë hapësirë ose kapacitet që të merret bazat përditshme me këto fusha. Pra, problemi është i identifikuar, kështu që ki plotësisht të drejtë, edhe aspekti, edhe një aspekt shumë i rëndësisë që shpesh neglizhohet. Po për shembull në Zvicër që ai kem disa projekte është që aspekti social po vendoset goxha në qendër rreth dizajnimit kur po bën dizajnimit të projekteve. Për shembull e përmend shumë mirë aspekti komunal, niveli lokal ka më shumë njohuri rreth cilat lloj familjeve, cilat e kanë regjistrin, databazën. Megjithatë niveli lokal qendror nuk mund me pas çastin këto informata të tilla. Andaj pikërisht një koordinim i mirë mes këtyre dy niveleve kish me rezultu në masa efektive, ku kish me ndihmu jo vetëm në uljen e varfërisë energjetike, po edhe në zhvillim të sektorit. Për arsye se edhe një sen që ai shkonin e rëndësishme mu potencu është që varfëria energjetike nuk do të më u pa në kontekstin që veç më jam ndihmu këtyre lloj familjeve, po do të më u pa edhe si siguri energjetike, do të më u pa edhe si zhvillim i sektorit, edhe do të më pa edhe si rruga drejt dekarbonizimit. Po edhe implementimit të teknologjive të reja edhe të rëndësishme, pra inovative. Edhe më e rëndësishme është që kjo çësja domethënë pasive që e trajtimit këtyre familjeve, çësje pasive, sesa aktive është një tjetër potencial ku mujna me shfrytëzu edhe me siguru këto familje të jenë më të qëndrueshme. E keni përcjellur sektorin e energjisë prej larg, po them për këtë sektorin tonë në Kosovë.
Prej perspektivës atje ku je në Zvicër, çka shes se po mungon këtu te na? Çka mendon që janë ato sfidat kyçe që i kemi? Përveç kësaj katrahurës me zgjedhje që po mbojmë nga 2-3 palë në vit. Pra jemi personalisht jemi në një kohë që në një kohë të mirë ku edhe vendet si Zvicra, Gjermania, Franca, Shtetet Evropiane janë të shku drejt tranzicionit energjetik. Edhe kjo, nëse e shohën këtë në prizëm, është potencial. Si krejt janë të shku drejt një rrugë, drejt një qëllimi, destinacionit të njëjtë. Unë mendoj që pikërisht... Ama këtu prapte na dëgjon zëra për qymyr, apo jo? E vërtet, por kjo do të jetë edhe motivim, po edhe një udhëzues që na tregon ka do të me shku. Pra veç i përcjellën kanë të shku vendet e Bashkimit Evropian, për shembull Zvicra, po edhe me fillu dhe na me shku zbashku me ta përpara. Pra kjo i shkon në një mos më friksu, pra mi ndjek hapat e tyne. Edhe hapi i dytë është me pas qasje më proaktive. Pra në përgjithësi sektori energjisë është tu kompliku e tu bu ma kompleks gjithnjë më tepër. Pra jem të shku drejt nga zhvillimet që i patëm këto krizat energjetike të gazit apo të naftës, po qoftë edhe zhvillimi teknologjive të reja. Pra qasja duhet të jetë shumë ma dinamike dhe ma proaktive. Ma dinamike. Ma dinamike dhe më... Se këtë e kemi dhe ne shqetësimin kryesor që po na merr shumë kohë me implementu politikat, e mandej po buhen vjetra. E pikrisht. Po tani edhe ideja, edhe hapi i dytë o pikrisht kjo, edhe e dytë është qysh me ndryshu ton kohën, me u kon fleksibil gjatë dizajnimit edhe planifikimit të objektivat që i kena sektor të energjisë. Jo për shembull me u kon të varësh prej një strategjie të energjisë, po me u kon ton kohën që është tu mbikëqyr, edhe tu vizitu, a janë çto targete a vlen prap si para 5 vjetë, si kur sot. Këto 5 vjetë e fundit kanë ndryshu tepër shumë sektori energjisë. Absolutisht po. Me çmime tepër të larta, me ndryshime, edhe të kohën me pas ato çka mujna me ndryshu dhe çka mujna me mësu. Pra, besoj që këto dy aspekte ishin kohën gjëra të rëndësishme se çysh kishte mujt me shku edhe mu zhvillu sektori. Mirë, po prapë po kthehem, jemi duke u vonu tepër shumë. Për shembull, këtë ligjin për burimet të ripërtreshme të energjisë, pra ligjin për promovimin e burimeve të ripërtreshme të energjisë, diku nja 3 vjet na pat marr vetëm me miratu këtë ligj. Prej koncept dokumentit deri tek miratimi i tij në vitin 2023, nja 3 vjet na kanë shku si Kosovë. Tani ende nuk e kemi miratu udhëzimin administrativ që i rregullon matutje bashkësitë energjetike që janë pjesë e këtij ligji, e është dashur mi kry një 9 muaj masi që është miratu në vitin 2023, po jemi vonu një vjet e gjysmë ma tepër në atë aspekt. Pra tek që tash jemi në pikën që duhet me fillu me zbatu një diçka që 6 vjet ma herët ka qenë e planifikuar që të bëhet si ligj i veçantë, ligji për burimet e ripërtreshme të energjisë. Në to, si që thash, janë të parapom këto bashkësitë energjetike. E tash pyetja jem është, a ka ndonjë model evropian rreth tyre, ose si sheh këto bashkësi energjetike në kuptim të varfërisë energjetike? Qysh ndoshta ti definojmë fillimisht çka ne kuptojmë me to për dëgjuesit edhe shikuesit tonë, mandej një perspektivë se si sheh këto bashkësi energjetike në rëndësinë e tyre për adresimin edhe të varfërisë energjetike. Bashkësitë energjetike janë një ndër shtyllat kryesore të tranzicionit energjetik. Kjo për arsye që sistemet energjetike janë të u bë decentralizuar gjithnjë më tepër. Pra më herët kem pas një termocentral qendror ku e ka furnizu komplet vendin, ndërsa sot gjithkush mund të jetë jo vetëm konsumues, po edhe prodhues i energjisë, elektrike. Andaj, për me kuptu ma let, edhe për shikues, se çka është bashkësia e energjisë, pra mund të jetë një ndërtesë apartamente, ku vendosen panele solare mbi kolm, ndërsa të gjithë familjet apo banorët që janë brenda kësaj ndërtese, pra e shpërndajnë
energjinë dhe konsumojnë energjinë së bashku të prodhuar nga panelet solare. Por kjo është një rast konkret se çka do të thonë bashkësia energjetike. Po sigurisht mund të jetë edhe një lagje ku banorët e një lagje mund ta bëjnë shpërndarjen e energjisë. Bashkësitë energjetike janë kryesisht një nocion i ri edhe në Evropë. Pra, për arsye është goxha komplekse implementimi i tyre, për shkak që ka implikime teknike, po dhe regulative për me bo implementimin e këtyre krimi. Pra, ka plot vende që ende nuk janë të definuara. Për shembull në Zvicër, tani është bërë definimi i bashkësive të energjisë. Pra kemi dy lloj definicione, edhe pra është definicioni çish kanë funksionuar më herët bashkësitë energjike, ka goxha shumë që janë të implementuar në Zvicër, po kanë funksionuar në kuadër të sandbox regulatory. Pra është kriju një regulativë inovative anash që u bë më shumë testimi edhe në kuadër tyne e kam implementuar bashkësitë energjetike, sesa u bë një standard. Po tani vonë ka filluar edhe është bërë standard edhe themelimi i bashkësive energjetike. Edhe këtu janë aktorë të barabartë në treg me aktorë të tjerë? Tash varet. Edhe cila është natyra e tyre? A janë vetëm prodhues të energjisë, a kanë edhe ndonjë rol tjetër? Pikërisht, për shkak që Zvicra është goxha e fragmentuar në nivel të qeverisjes, pra varet edhe prej sistemit të shpërndarjes që operojnë për shembull në nivel kantonal, po çka kem pa për shembull Spako në Zvicër, pra një ndërtesë apo një komunitet i energjisë themelohet një kooperativë. Po. Ku të gjithë janë bashkëpronar të barabartë. Edhe të gjitha përfitimet që vijnë nga prodhimi i energjisë, pra shpërndahet në mënyrë të barabartë, edhe energjinë e tepërt, pra bëjnë marrëveshje me operatorin e energjisë, për shembull të shpërndarjes dhe të furnizimit, edhe bazuar në marrëveshje, pra koordinohen edhe bëjnë dirë dhe shitje. Pikërisht. Atë pjesën shtesë. Pikërisht. Po prap edhe në fund ju bjen që faturat më pak apo jo? Sigurisht. Se e kanë prodhuar një pjesë të energjisë, ajo lagja që është organizuar. Sigurisht. Edhe kjo bë goxha e rëndësishme për arsye se këto komunitete jo vetëm që e ulin shpenzimet e kostove të energjisë, por edhe shkojnë drejt sigurisë energjetike ku kemi sasi të mjaftueshme dhe prodhojmë vetë për nevojat tona të konsumit. Sepse dhe ulin presionin në rrjet apo në sektorin e përgjithësisë, sepse ka nevojë më pak me u prodhu madje. Kur prodhon lagja X në Kosovë, ka nevojë më pak për obiliqin me normal, sigurisht. Pra demokraci energjetike pikërisht. E çysh mendon që mundemi përfshi njerëz ose familje që munden me qenë më të varfna në këto lloj projektesh, sepse dorë në zemër nëse kemi familje të varfra në atë lagje të caktuar, ato munden mos me qenë në gjendje me participu me para ose me themelu atë bashkësi energjetike, ose munden me qenë edhe familje me persona me aftësi të kufizuar që nuk munden me marrë pjesë aktive në organizimin e bashkësisë energjetike, ose në negociata që zhvillohen rreth çmimit, ose në tregtimin e energjisë, ose në mbajtjen dhe mirëmbajtjen e sistemit e tjerë. Çka mund të bëjë shteti që më u siguru që edhe këto familje përfshihen, që mos më mbet anash ose mbrapa në tranzicion? Pra, pyetje shumë e mirë, për arsye që sigurisht nuk do të mulon askush anash. Edhe një ndër skemat që mu implementu është pikërisht kjo çështja proaktive, po jo vetëm me dhënë të hyrat që mi zvoglu fakturat, po qysh mujna prej që tyne me zvoglu, për shembull me zvoglu, po supozojmë e zvoglojmë nivelin e subvencionimit, edhe një pjesë tyne mujna me investu në ndërtimin e komuniteteve të energjisë, pra me po instalimin e paneleve solare, apo nëpërmjet fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë, projekte të ngjashme që i targetojnë shtëpitë sociale apo këto lloj lagje. Apo edhe një aspekt i tretë është edhe nëpërmjet ESCO-ve, ku shteti për shembull
mund me vepru si aktor kryesor, garancues, ku i mundëson implementimin e këtyne projekteve. Edhe në fund, qatë sasi që jep të pareve për minimu me zvoglu cënushmërinë energjetike, por nëpërmjet qasajna e bën investimin në panele solare, po supozojmë, apo renovim të shtëpive, edhe nëpërmjet tuljes fakturave ti jetu e kthy qatë investim edhe qatë ndihmë që e ke bo për këto familje. E qartë. Arven, duket se prej fillimit të vitit 2025 jemi në cikle zgjedhore të pafundme, sa po i përfunduam edhe një palë zgjedhje, inshallah po janë të hajrit të suksesshme, po kemi institucione. Për fund do shta kisha dashur me të pyet, po e marrim të mirëqenë që po themeloni institucionet, po kemi stabilitet politik më në fund. Qysh kishe dashur me pa Kosovën në vitin e ardhshëm në agjendën e energjisë dhe fokusit tek dimensioni social i saj? Cilat do të kishin qenë ato politikat, masat që ti mendon se janë më urgjente në këtë fushë, dhe kur të vish vitin e ardhshëm, çka kishe dashur me pa që është zhvillu këtu në vendin tonë, përveç sharjeve, diskutimeve politike? Po, pika e parë është më u trajtu sektori e energjisë me prioritet edhe me urgjencë. Para se me na ndodh krizat, a? Pikrisht, pra sparit më konë vetëdijshëm që jemi vonë, edhe sektori e energjisë ka nevojë për një dinamik të re. Mirë po, aspekti i dytë është personalisht mendoj që duhet më arrit një konsensus i gjithë mbarshëm nëpërmjet politikë bërze, për arsye që shpesh herë projektet energjetike janë të mëdha, zgasin kohë, për shembull një ndërtim i një centrali qoftë ujor apo gaz apo çfarë do qoftë teknologjie, pra merr 6-7 vjet kohë lehtësisht. Edhe ndrimi i qeverive bën që për herë me ndryshu prioritetet prej një qeveri tjetër, që në fund rezulton me mos konkretizim të projekteve. Andaj një arritje e konsensusit nëpërmjet politikë bërse e kish ndihmu në mënyrë signifikante sektorin e energjisë. Se sa arrijet, sa është e mundshme kjo të realizohet, është një pyetje tjetër. Edhe aspekti i tretë është të kemi një qasje më proaktive, ku dizajnimi i politikave të mençura të jetë fokus. Pra tani më kemi të bëjmë me një sektor energjisë të evolu qashëm, saqë nuk kemi nevojë më vetëm me investu, po edhe një rol kyç është edhe dizajnimi i politikave fleksibile dhe të mençura. Pra që në mënyrë që mi shmang qoftë ritmi tarifave, qoftë me pru investime të reja, qoftë me integru teknologjitë e reja, po qoftë elektrifikimin, ngrohjen, ftohjen, veturat elektrike, baterit, panelet solare, etj. Pra, këto kishin me qenë 3 mesazhe kryesore. Të trajtohet me prioritete me urgjencë sektori i energjisë, të arrihet një konsensus i përbashkët ndërmjet politikë bërse në mënyrë që të shtyjmë projektet përpara dhe ta zhvillojmë sektorin e energjisë. Edhe pika e tretë është dizajnimi i politikave fleksibile dhe të mençura. Atëherë Arven, faleminderit shumë dhe le të shpresojmë që me të vërtet politikbërësit do t'i marrin këto këshilla mjaft të vlefshme parasysh dhe do të veprojnë në një dinamik të shtuar. E natyrisht edhe ky podcast jon i Institutit INDEP synon pikërisht që t'i kontribuoj rritjes së vetdijes dhe rritjes së dinamikës së zbatimit të politikave në sektorin e energjisë, por edhe në sektorët e tjerë të qëndrueshmërisë, në mënyrë që më pak t'i vajtojmë pasojat e më shumë të punojmë përpara se krizat të na ndodhin, përpara se të na godasin çmimet e papërballueshme, përpara se të na vinë problemet sociale në sektorin e energjisë përpara vetës, e të mos e bëjmë lojën e fajsimeve, por të punojmë në një dinamik të shtuar, në një perspektivë të re që i duhet sektorit të energjisë. In-depth podcast do t'jetë këtu, pikërisht të jetë një platformë e avokimit dhe që të kontribuojë që zërat e sektorit që janë lënë anash dhe që kanë nevojë të dëgjohen më shumë të jenë në
balë të këtij diskutimi dhe të këtij ndryshimi që është aq i nevojshëm. Unë ju falenderoj gjithëve që na dëgjuat dhe na shikuat në këtë epizod të parë të kësaj serie të re dhe ju ftoj që t'jeni bashkë me ne edhe në epizodet e tjera. Faleminderit Arven dhe faleminderit të gjithëve. Faleminderit Arven, ishte kënaqësi.